Rozmarina, bima me efekte shëruese dhe qetësuese. Rozmarina është një bimë një e vogël që rritet në zonën e mesdheut dhe është simboli i kujtimit. Është ideale për dobësim, depresionin, stimulimin e qarkullimit të gjakut, tretjen dhe nga ana tjetër është e mirë edhe për të qetësuar problemet e reumatizmës. Vaji esencial i rozmarinës është një stimulues për gjendjet e artritit dhe një tonik për flokët. Nxit rritjen dhe rigjenerimin e ngjyrës dhe gjithashtu jep rezultate fantastike kundër rënies së flokut. Çaji i rozmarinës mund të merret i ngrohtë për gripin, tohjen, dhimbjet reumatizmale dhe çrregullimet e tretjes. Është një stimulues që mund të merret për lodhjen dhe dhimbjet e kokës. Mund të përdoret edhe për të shpërlarë flokët dhe për të lehtësuar rënien e tyre. Ju mund të përdorni tinkturat e saj për të stimuluar dhe lehtësuar problemet e depresionit. Vaji esencial mund të jetë me shumë përfitime, ndaj përdoreni me kujdes për të marrë vlerat e tij të larta.